Sebepi mirë na sollet Volodimirin. Volodimir, mirë se erdhe. Welcome. Ну, по-перше, я хочу привітати всіх косоварів. Së pari dua të uroj edhe dëshiroj gjithë të mirat për Kosovën dhe organet shtetërore të saj, që na pranuan dhe po kujdesen për ne. Здорово, з душею. Я хотів би привітати свою неньку Україну. Dua ta përshëndes nënën time në Ukrainë. Привітати наших вояків. Ushtarët trimat e forcave të armatosura të Ukrainës që aktualisht po mbrojnë lirinë dhe pavarësinë tonë. Dojnë me zhvillu intervjist me Volodimirin, këtë gjam me vështërsi, se dhe ju me vështërsi po komunikoni, po dëshira juaj është që si që keni bërë një antologji me krijuesit francezë shqiptar, doni me bë dhe një antologji me krijuesit shqiptar dhe ukrainase. Kjo është një plan i imi që kemi filluar para 2-3 ditësh që të bëjmë një libër në Paris, të botojmë një libër në Paris, dhe kam folë me miqtë tanë të shoqatës sonë në Paris, që të bëjmë një libër në solidaritet me luftën që po zhvillojnë me rezistencën e Ukrajinës, që po zhvillojnë kundër një superfuqie. Ukrajina me 42 milion banor për rezistojnë. Në mesin e tyre mos harroni ka shkrimtar të cilët kanë vdekur në luftë, ka poet të cilët kanë vdekur në luftë, edhe tash ne të ta bëjmë si vetë nëse kena mundësi, do me bëjmë një libër të përbashkët, jo vetëm shqiptar, se ishte në fillim vetëm shqiptar, antologji shqiptar Ukrainë, mirë po të ta bëjmë një antologji me shkrimtarët nga Ukraina, nga Franca, nga Spanja, nga Gjermania, nga Zvicra, domon europian. Krejt koalicioni. La poezi contemporane albaneze, kjo ishte ajo... Kjo është që kemi bërë me shqiptarë, të gjitha trojeve shqiptare. E të gjitha trojeve shqiptare. Poet. Janë poezi, Janë poezi, se cili por është një libër i cili ka hyrë dhe kjo është një libër shumë i vlerësuar nga se ka shkruar gazeta prestigjioze Parisien, ka shkruar gazeta diplomatike, diva diplomatike e Zvicrës, plus në televizion të Francës kam qenë unë për këtë libër, kam folë për 15 minuta në lajme televizive kam qenë, pra është një libër që ka vlerësuar dhe tani kohëve para pak kohësh është bërë një reportazh për këtë shtetet e Evropës, edhe në mesin e shtetet e Evropës, kur flitet për Kosovën, flitet për pavarësinë e Kosovës që ka vetur në 2008, dhe është ky libri më emblematik aktualisht i Kosovës që përmenet në Evropë. Edhe shtëpia botuese Harmatan, Shtëpia botuese Harmatan, të cilën po falenderoj tash përmes emisionit, sepse... E që i duar të rukasi me pak jetër? Në shtëpi botuese e njohur në tretan kasa, Kajar, Albanisen, Galimar, tash kjo është e katërta në Evropë e njohur, dhe mund ka emër, është shtëpia e njohur. Monsieur Rechat, tu parles très bien français. Oui, je parle, mais pas très bien. Volodimir, sa Volodimira ka në Україnë? Sa мільйон? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що наше... Shumë ka, po një është. Volodimir Zelenski. Дякую. Du më zhvilloni, do të më ndihmoni edhe ju, një intervist me zotrinun e nderuar Volodimir, që e kemi musafir, dhe pyetja e parë për juve, zotri Volodimir, mirë se erdhe, dhe sa kohë ke që je në Kosovë? Ну, ви знаєте, шлях до Косова розпочався на самому початку війни. Це був 22-й рік, початок повномасштабного вторгнення росіян. Pas fillimit të pushtimit të plotë rus të Ukrainës, gruaja ime arriti të nisej për në Lviv për të vizituar vajzën. Burri i saj u ofrua vullnetar për në front dhe e la gruan e tij vetëm me fëmijën në krah. Дивитись за дитиною. Ai vdiq në tetor. Kështu që qëndrova në fermë, duke pritur që forcat tona të armatosura të ishin në gjendje të na çlironin. Нас скоро розіб'ють ворога і його виженуть.
Але судилося не так, як сталося. Pra не так, як isha në судилося. rajonin e Luhanskut për 7 muaj ja, dhe pash se si opënisja pushtuesit okupacji. sundonin tokën e lindjes. В окупації Gjatë kësaj periudhe працював. kam punuar Ja me librat e працював mi. над своїми Deri në dhjetor të книжками, vitit які ще 2022 не përfundova встиг librin Të Одну jetosh з них për të я dashur, встиг передати që flet у për Lvov, historinë e familjes електронною son поштою. që nga mesi i shekullit të 19, А të дві cilin інших, arrita ta transferoja не në зміг Lviv për завершити, shtypje. бо 10 грудня до мене Sa i прийшли përket у dy квартиру, veprave të не tjera прийшли, që po i mbaroja, вдерлися ato nuk по-бандитськи, ishin të destinuara të вибили shihnin ногою dritën e ditës, двері, sepse në fillim të dhjetorit 2022 prita një mysafir të paftuar. натягли на мене Ishte një bastisje e zakonshme banditësh, kur ata as nuk trokitën në derë, por e shkelmuan me qizmet e tyre dhe ushtarët hynë me forcë në shtëpi. Мені зв'язали руки, дали Më hodhën në вдягнутись, dyshemi dhe filluan të më і, kontrollonin. заштовхали Ata më njëherë у hodhën një qese mbi машину і kokë повезли в dhe unë munda të невідому dëgjoja напрямку. vetëm britmat e tyre kur e pan Возили flamurin мене ukrainas, десь, не знаю, kur десь, pan мабуть, literaturë години mbi 2-3. historinë e Ukrainës Я не знав, dhe куди їхати, biografinë не знав, e що Stepan буде. Banderas. І Të вже, gjitha коли мене gjërat u hodhën nga sirtarët, Штовхнули të у gjitha камеру. librat u shpërndan në dysheme, було підвальне madje e kthyen приміщення, divanin бетонне, përmbys, без вікон, e thyen і edhe одна, gitarë. Двір, ну, звісно, Pas 2 orësh двір, taljesh të яку мене tilla, завели. më thanë se akuzohesha për terrorizëm. Там я провів, Pastaj më dhanë mundësinë майже të 3 vishja тижні. diçka. Më lidhen duart, më shtynë në një makinë І, dhe më але quan вони- në një вони, drejtim të не panjohur. не знайшли нічого. Ne мене udhëtuam me makinë për një звинуватили в kohë тероризмі, mjaft të gjatë dhe але në fund e ніяких gjeta фактів, veten në një нічого bodrum не могли betoni, знайти. І Ishte atje, мене таким же që i kalova образом pothuajse натягли gjithë kohën мішок. time vetëm Це було për 3 ditë. 28 вже грудня. Натягли мішок, вивезли Më shumë десь mundësi на ata якесь nuk kishin заброшене старе asgjë. кладовище за містом. От, і наказали, щоб я не знімав мішок цілих 20 хвилин. Me shumë mundësi, ata nuk kishin asgjë për të më treguar dhe me 28 dhjetor, gjithashtu me një qese në kokë, këta burrat panjohur me uniformë ushtarake, me quan në një varrezë të braktisur në qytetin e Luhanskut. От, і Mi прийшлося zgjedhën пішки duar, йти до por me udhruan ta Луганська. hiqja qesen vetëm Але pas 20 по minutash. дорозі мене Kështu підібрав që якийсь pa хлопець. para dhe me një pasaport të grisur, mbeta vetëm dhe u detyrova të gjeja një vend ku patrulla nuk do të më çonte para orës policore. Я добрався до Për своїх fat të друзів. mirë, një djalë duke më parë në anë të rrugës, ndaloj, më çoi me makinë në Luhansk dhe madje më dha edhe para për një minibus. Kështu që shkova te miqtë mi dhe që andej ata më quan në shtëpinë e tyre. Sigurisht nuk kishte kuptim të qëndroja atje, kështu që më ndihmuan të largosha për në Ukrainë, në territorin e lirë. Pastaj ishte jeta e një personi të zhvendosur brenda vendit, në një qytet modular, ku u përpoqa të punoja si gazetar. U regjistrova në organizatën rajonale të gazetarëve të Lvivit dhe shkova në Kiev për të rinovuar certifikatën time të gazetarisë. Ishte atje kryetari i Unionit Kombëtar të Gazetarëve Ukrainas, Serhij Tomilenko, i cili më sugjeroi ne mua dhe disa të tjerëve që të shkojmë në Kosovë. Kështu përfundova këtu. Дружина і зараз у Львові.